Përshëndetje të gjithëve. Durrësi është një qytet I cili ka pasur sfida të mëdha, që nga 2019 ne kemi kaluar tërmetin I cili ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme për qytetin, për qytetarët, por dhe për ne që ne kemi qenë në detyrë për t'i dhënë përgjigje nevojave që solli kjo fatkeqësi, dhe trupa e zjarrfikseve të Durrësit ka qenë në krye të detyrës për një kohë shumë të gjatë asaj periudhe. Jo vetëm kjo, por edhe shohim që vit pas viti klima, rreshjet kanë ndryshuar në qytetin ton, por edhe në qytete tjera në Shqipëri shfaqen më intensive periudhat e ndryshimeve klimatike, ndryshimit të stinës së dimrit dhe rreshjeve në qytetin ton, të cilat rast pas rasti kemi pasur përmbytje në zona të caktuara dhe po aty keni qenë po ju që keni qenë në mbështetje të nevojave që ka pasur komuniteti për këtë periudhë. Gjithashtu Durrësi nuk është përjashtuar nga harta e zjarreve, kemi pasur vështirësi dhe sfida gjatë muajit gusht, kryesisht ministre në zonat e Manzës dhe Ishmit, aty ku janë kryesisht pyjet e qytetit të Durrësit, ku së bashku me ekipin e zjarrfikseve tona kemi bërë një punë të mirë, le të themi. Ky vit për të thënë vërtetën ka pasur sfida, por jo ashtu siç kanë qenë në vitin 2023-2024, kanë qenë pak më të mëdha si sfida për stafin ton. Dhe dua të theksoj se për këto 10 muaj që jemi në këtë vit, ne kemi pasur 792 raste ku zjarrfikset kanë ndërhyrë në zjarre në kullota, zjarre në familje, në banesa të ndryshme. Rreth 162 raste janë për shpëtimin e individëve në raste aksidentesh, por edhe vështirësi që kanë pasur në situata të ndryshme në banesat e tyre. Dhe është bërë një punë e jashtëzakonshme nga këta djemë që janë këtu, dhe realisht dua t'ju them faleminderit për gjithë kontributin tuaj të vyer. Është një punë që kërkon shumë sakrificë, është një punë e cila kërkon një angazhim maksimal pa orar, dhe ju për thënë vërtetën keni qenë aty dhe pa kërkuar asnjë gjë. Kështu që sot ne jemi përndëruar 6 personat zjarrfiksit, të cilat tashmë kanë përfunduar, janë pension apo janë në proces për dalje në pension, dhe gjithashtu dua t'ju them dhe një falënderim për gjithë që ka bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë sfidave që ne përballemi çdo ditë. Është një punë që qytetarët nuk e shohin, por ne e dim që ju jeni aty gjatë gjithë kohës dhe jeni në shërbim të komunitetit të Durrësit, por rast pas rasti dhe kur kemi pasur kërkesa nga bashkitë e tjera, kemi qenë në gatishmëri për të shërbyer jo vetëm qarkut, por edhe në Lezhë, kur ishte rasti I zjarrit madh që përpara ca kohësh zjarrfikset e Durrësit u bën pjesë e ekipeve kombëtare për treguar gatishmërinë e tyre. Kështu që shumë faleminderit, unë ja kaloj fjalën ministres. Shumë faleminderit e dashurani, është kënaqësi të jem pjesë e ekipeve që në fund të ditës janë aq jetësore me shërbimin që kryen, qoftë për qytetarët nevojë, qoftë për situatat emergjente. Dhe vera që lan pas e tregoj sa e rëndësishme dhe e domosdoshme është që ne të kemi një shërbim ndërhyrje, shpëtimi, emergjencash që I përgjigjet sfidave që ashtu siç e tha me drejt kryetarja e bashkisë, tani kanë filluar edhe për shkak të ndryshimeve klimatike të jenë të prezente, të jenë të paparashikueshme, jo pa qëllim, janë emergjenca, dhe që patjetër kërkojnë që të kemi ekipe që I përgjigjen në kohë, me gatishmëri, me profesionalizëm situatave të tilla. Sigurisht që vera që kaluam na tregoi edhe diçka tjetër, që shpesh mbështetemi tek ai inspirimi apo frymëzimi apo heroizmi personal, por në ndërkohë kur vjen puna tek emergjencat të nivelit kombëtar, si zjarret masive, ka akoma shumë punë për të bërë për të reformuar shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Dhe sigurisht
na ka treguar eksperienca e kaluar edhe diçka tjetër të rëndësishme. Ne kemi shërbimin zjarfikës tashmë të decentralizuar, pra në nivel bashkie të organizuar. Kemi në Ministrinë e Punëve të Brendshme një drejtori të përgjithshme rregullatore e cila kujdeset për standardin e këtij shërbimi, po ndërkohë ajo që u evidentua është fakti që kur vjen puna tek zjarre masive që ndodhin në bashki të vogla, si Bashkia e Finiqit, për shembull, apo Leskovikut, apo janë të pamundura që me kapacitetet e tyre ta përballojnë një zjarr masiv. Pra shpesh e dim kur bie një zjarr afër Tiranës, pyjeve në Tiranë apo në Durrës, është më kollaj për të ndërhyrë, ndërkohë shumë e vështirë në bashki të vogla, të cilat kanë edhe kapacitetet limituara. Kështu që një nevojë primare del ajo e riorganizimit të shërbimit zjarfikës dhe jo vetëm, por të emergjencave civile, duke përfshirë këtu dhe policinë e shtetit dhe urgjencën mjekësore në nivel rajonal për të koordinuar, për të padur një mekanizëm koordinues me qëllim mirë administrimin e fondeve, rialokimin ashtu siç duhet të mjeteve në dispozicion për të ndërhyrë në ato zona pra, që mund të jenë dhe në bashki të vogla dhe për të shpëtuar jetë e për të shpëtuar mjedisin. Sigurisht që puna juaj është e fokusuar shumë edhe tek ato që quhen emergjenca urbane, ashtu si që tha edhe Ani me të drejt, se cili nga ju në të përditshme, në përditshmëri ndihmon edhe në emergjencat urbane, në nevoja që mund të kenë familje ndryshme apo në përmbytje, dhe ju jeni aty pikërisht edhe me eksperiencën dhe me ekspertizën, por edhe me profesionalizmin tuaj, bën një punë të jashtëzakonshme për këtë dhe për këtë shërbimi zjarfikës në bashki është për t'u lavdruar, ka funksionuar jashtëzakonisht mirë, por siç e thash, e rëndësishme është që ta tani dhe një mekanizëm koordinues mes bashkive në nivel rajonal për t'ju përshtatur pikërisht këtyre emergjencave që vinë në ato bashki të cilat nuk i kanë për hir të vërtetës risorset e duhura. Ky është njëri aspekt, ndërkohë që një aspekt tjetër i rëndësishëm është edhe patjetër trajnimi i vazhdueshëm sipas protokolleve dhe standardeve europiane. Dhe pikërisht për këtë kemi marrë angazhimin që të forcojmë dhe të ngrejmë Akademinë e trajnimit për të gjithë, unë do të thoja për të gjithë në fakt emergjencat civile, por me fokus të dedikuar edhe tek zjarfikësit, edhe tek puna që bëni sa i përket mbrojtjes edhe shpëtimit të jetëve të njerëzve. Kështu që jemi angazhuar bashkarisht jo vetëm për ngritjen e Akademisë Kombëtare të Trajnimit për zjarfikësit, por edhe për të standardizuar, do të thoja unë, procesin e përfshirjes në trupën zjarfikse nëpërmjet rekrutimeve të cilat tashmë do të ndjekin shembujt e platformave që na kanë treguar që kanë qenë suksesshme si platforma mjek dhe infermier për Shqipërinë apo platforma mësues për Shqipërinë, duke unifikuar dhe duke standardizuar kriteret e përfshirjes në shërbimin zjarfikës, por edhe sigurisht qartësuar karrierën brenda sistemit zjarfikës. E gjitha me qëllim që ta modernizojmë trupën tuaj, një trup jashtëzakonisht e rëndësishme në shpëtimin e jetëve të njerëzve. Sikundër dhe po janë pagat, që është një stimul incentivues dhe motivues, se patjetër njerëzit vinë në punë dhe kanë nevojë të kenë incentivat financiare të mjaftueshme për t'i motivuar që të bëjnë punën ashtu siç duhet, kështu që edhe në këtë drejtim jemi duke punuar për të bërë një reformë pagash në shërbimin zjarfikës me qëllim që të garantojmë që po do të vinë një trup profesionistësh, të cilët janë të mirë paguar, me aftësitë e duhura për t'i shërbyer njerëzve në çdo situatë emergjence. E di gjithashtu edhe jam e sigurt që ju e dini më mirë se unë që profesioni juaj shpesh herë kur nuk ka në një situatë zjarri, në fakt, apo një situatë emergjence, është një profesion që dhe më mirë se çfarë bëjnë ata gjithë ditën, nuk ka ndonjë problem. Ama në momentin që ndodh një incident, ju vjeni në qendër dhe të gjithë syt janë nga ju. Ajo që unë dua dhe i kam vënë vetes qëllim është që syt të drejtohen nga ju jo vetëm kur ka një rast emergjence apo një nevojë për profesionalizmin tuaj, po të drejtohen çdo ditë vitit. Dhe pikërisht për këtë, qeveria shqiptare është angazhuar që ta bëjë këtë plan veprimi konkret, të zbatueshëm, shumë shpejt,
Po do na duhej shumë dhe pikërisht kjo është një nga arsyet pse krahas të tjerave takohemi sot këtu dhe t'ju dëgjojmë dhe t'ju marrim mendimin. Shumë prej jush kanë eksperiencë të vyer në këtë shërbim, kështu që jeni absolutisht të mirëpritur për të sugjeruar edhe për t'ju dëgjuar të gjitha ato sugjerime që ju vijnë si rezultat i eksperiencës së deri tanishme dhe patjetër edhe si rezultat i takimeve të përditshme në komunitet me nevojat që ka gjithë secili dhe që patjetër kush më mirë se ju mund të kontribuojë dhe të japi ide për ta reformuar këtë shërbim. Shumë faleminderit, do t'jap pak fjalën edhe drejtorit zotit Cara, 2 fjalë shkurtimisht për çfarë kemi bërë deri tani dhe do doja shumë të dëgjoja edhe të shkëmbenim mendime së bashku. Shumë faleminderit. Faleminderit zonë ministre, nderuar zonë kryetare e bashkisë, prefekti i Qarkut, ministri Koqiu, të nderuar kolegë Zjafix. Unë nuk do të zgjatem pasi ministri e preku shumë problematika thelbësore për sa i përket shërbimit Zjafix, por ajo çfarë unë do të thoja është që në ditën e parë që ministri ka shkelur në Ministrinë e Brendshme është një nga ministre që çdo ditë kërkon me këmbgulje informacion mbi strukturën e shërbimit Zjafix, jo vetëm në nivel qendror, por kryesisht në nivel vendor, për të rregulluar të gjitha problematikat që ky shërbim ka mbartur ndër vite. Ajo çfarë unë do të thoja është që jemi në rrugë të mbarë për sa i përket ndryshimeve thelbësore, siç është ligji 152/2015 dhe akteve normative që rregullojnë gjithë ato çfarë i ka munguar shërbimit ndër vite, gjë e cila tashmë është e zauruar dhe shpresoj që në një kohë sa më të shkurtër të arrijmë atë që ne kemi dashur dhe na ka munguar ndër vite. Më vjen shumë mirë që jemi sot këtu për të dhënë dhe disa certifikata karriere për disa kolegë të cilët kanë një jetë që punojnë në shërbimin Zjafix. Do t'ju akalojmë fjalën, siç e tha dhe vetë ministja, do t'ju akalojmë fjalën që të ngreni problematika që ju shqetësojnë dhe ju kanë shqetësuar ndër vite, edhe pse një pjesë të mirë të tyre, ministja i tha, i kemi dëgjuar, por e dëgjuar nga ju, pasi jeni një trup shërbimi ku mbartni pas qytetit Tiranës dinamikën më të madhe të ngjarjeve të ndërhyrjeve, jo vetëm në zjarret në banesa në zonat urbane, por edhe në zjarret në pyje dhe duke pasur parasysh që keni edhe gjithë zonën bregdetare, pra gjë e cila ka bërë që çdo ndërhyrje ka qenë efikaste, me profesionalizëm dhe keni shfrytzuar të gjitha asetet dhe mundësitë tuaja për ta bërë. Unë do preferoja që fjalën e parë sot t'ja jepen një Zjafixi, një kolegu ku kam kaluar disa sfida me të, i cili quhet Nadir Kapaj. Përshëndetje, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj sot në repartin e Zjafixëve të Durrësit. Ju dëgjova me vëmendje dhe ndjehemi të privilegjuar që përfundimisht është kthyer dhe shikimi në drejtim të trupës Zjafixëve. Siç e thatë dhe ju, ne jemi përballur me disa sfida dhe jemi menduar të japim maksimumin për të shërbyer komunitetit. Dhe ndjehemi të vlerësuar që ju na vlerësuat për këtë punë. Krahas punës, ne kemi edhe disa probleme tona që kemi vite, i kemi ngrit dhe akoma nuk kanë gjetur zgjidhje. Problemi i parë, ne jemi me status ushtaraku dhe nuk krahasohemi asnjëherë me trupat e tjera që janë ushtarak. Ato kanë privilegje të tjera dhe nga ana juaj kërkojmë që ne të trajtohemi si trupat e tjerë që janë me status. Nuk trajtohemi as me ornate, as tunë djela nuk na jepen, as ditë e festa nuk na jepen. Për sa përket pasaj pjesëve të tjera, probleme të tjera ka dhe të tjerë tu që do i diskutojmë. Edhe herë ju falenderoj. Iliad Matraku, kam 22 vjetë Zjafix e Durrës. Një problem kisha dhe më thëmë, mosha për pension është shumë me madhe për ne 65, 67. Se palatet po shkojnë kuptohet me pajisjet tona mbi 30 kg shumë.
është që problem mosha për shembull. Mund si shivet ke ligjit paktën të shkojë pulet ke 60 ose 67 kur na bie mu me dal pensioni është çike madhe më fjalë. Se pranaj është zjarrfiksja punë e vështirësi të shtuar. Faleminderit. Përshëndetje zotja ministre, Arjan Kërtusha jam unë. Kam një problem këtu për gjithë stafin tonë, që flota luftarake jona është për dëshiruar. Kjo është problemi dhe kërkesa jonë që ne përballemi dhe qytetari kërkon ndihmën, kërkojmë që të na jepni një shtys për pajisje. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, unë jam Agim Guna, kam një karrierë në shërbimi zjarrfikës, dal nga trupa e zjarrfikës prej 22 vjetësh, edhe një shqetësim që edhe ju vete përmendet, problemi kryesor që ne sot si shërbim zjarrfikës përballemi çdo ditë me sfida. Por fal vullnetit tonë dhe detyrimin ligjor që kemi për mbrojtjen e jetës njeriut që kemi parsore, ja kemi dalë më së miri në fjalë. Problem kryesor se sot na po jetojmë të ditët që po jetojmë, dihet kapriçet e motit, dihet shtria gjeografike e bashkisë Durrës, dihet një qytet, një bashki me një turizëm pothuajse tash nuk është sezonal, ma është gjithvjetor. Kemi një zonë industriale goxha të vështirë, duke filluar Shkozetin, Çavzotin, Vrrinin, Pale është zona e Port Romanës që kemi hidrokarburët, një port të ri, jemi në ndërtim dhe një porti turistik, po brenda qytetit Durrësit. Besoj që ka ardhur momenti për të bërë një vlerësim në gjithë bashkinë për një shpërndarje, plan shpërndarje për stacionet zjarrfikse për gjithçka. Sepse Durrësi po rritet edhe horizontalisht edhe vertikalisht. Që ose më mirë kuptoni, kemi një zonë struktura banese që po rriten në lartësi çdo ditë. Kemi edhe strukturat akomoduese, pothuajse po janë në zhvillim të sipër. Ne kemi pasion punën. Krahas detyrimit ligjor, po kemi pasion. S'ka gjë më të bukur kur shkosh të shpëtosh një jetë njeriu. Fal vullnetit të këtyre çunave bashkë me neve, ne ja kemi arritë, kemi përballuar gjithçka. Faleminderit. Faleminderit për gjithë ndërhyrjet. Në fakt, gjitha që thatë ju, ne kemi pas mundësi nëpërmjet çmimit drejtorit i konsumojmë, sepse kemi takime për çdo shqetësim edhe ato mbledhjet rutinë. Një pjesë i takon ministrisë, ministre, për t'i adresuar këtë çështje brenda mundësive dhe afateve që ju objektivave që keni vendosur. Sigurisht dhe një pjesë i takon Bashkisë së Durrësit. Çështja e mjeteve është çështje shumë e rëndësishme që ne gjithë këto vite kemi pasur si problematik, kemi aplikuar dhe për fonde, kemi arritur t'i marrim, por procedurat janë shumë komplekse. Me sa duket ka një kërkesë të lartë për këto tipologji mjetesh që vijnë nga të gjitha bashkitë dhe është e vështirë dhe për subjektet që marrin pjesë në gara për t'i dorëzuar ato. Pra hasim një vështirësi të vazhdueshme për këtë aspekt. Dhe mbase do të ishte e udhës që ne gjitha si bashki ose si bashki qendërqarku që kemi më shumë kapacitete, ti bashkojmë fondet, ti qëndërzojmë, ti japim dhe ne kontributin ton, sepse kemi detyrime patjetër për emergjencat civile dhe të jetë më organizuar blerja për gjitha bashkitë sipas nevojave dhe sigurisht vit pas viti mundet që kjo flot të pasurohet dhe të jetë më efikase mënyra e adresimit të buxhetit edhe të blerjes së tyre. Kështu që shpresojmë që ky takim i sotshëm që është shumë i rëndësishëm në optikën time, por edhe të stafit të zjarrfiksës do të mbetet, si thua, në vazhdimsi në prioritetin tuaj. Shumë faleminderit. Merci. Kemi përgatitur diçka simbolike për të respektuar dhe për të vlerësuar gjithë kontributin e karrierën në shërbimin zjarrfikës, me mirënjohje dhe me një falënderim shumë të madh për kryes zjarrfikës Hysen Nexhi Shehi. Për merit, profesionalizëm dhe përkushtim në sigurinë publike për mbrojtje nga zjarri dhe shpëtimi me karrierë të gjatë në kryerjen e detyrës. Respekt, faleminderit për ta gëzosh pensionin.
Ministra, ne kemi përgatitur dhe ne si bashki një mirënjohje. Atëherë për Hysen Haxhi Shehin, jepet kjo certifikat mirënjohje në shenjë vlerësimi dhe mirënjohje për përkushtimin, guximin, sakrificën treguar gjatë viteve të shërbimit në mbrojtje të jetës, pronës dhe mjedisit. Me respekt të thellë për kontributin e dhënë në forcat zjarrfikse dhe shembullin e lartë të profesionalizmit dhe humanizmit gjatë gjithë karrierës suaj. Shumë faleminderit. Kryezjarfikës Sheme Xhavit Myzeqari. Tash edhe unë si prefekt i Qarkut, me jepet e rastit jap certifikat karriere kryezjarfikës Zia Ramiz Dervishi. Takzosh dhe uroj shëndet në pension. Kryezjarfikës Zia Bexhet Shehi. Kryezjarfikës Bashkim Mema. Arben Dervish Koka.